Përfaqësuesja e Polonisë ka nisur sot grumbullimin e saj për ndeshjet e play-offit të botrorit, ku përballë këtë të njëjtë do të ketë fillimisht Shqipërinë dhe ashtu siç i ka ndodhur dhe Silvinios në Tiranë, trajneri Jan Urban nuk e kishte grupin e plot për seancën e sotme, ndër ata që morën pjesë në stërvitje dhe ishin të pranishëm, Piotr Zielinski dhe Jakub Moder kryen vetëm ushtrime në biçikleta në krah të fushës stërvitore, ndërsa portieri Bartolomej Drągowski gjithashtu nuk zhvilloi seancë stërvitore në katërkëndor, por ju bashkua disa prej futbollistëve të tjerë që bën vetëm vrapime. Arsyeja ishte se shumë nga futbollistët kishin luajtur të dielën me klubet përkatëse, ndaj është punuar në aspektin atletik për rikuperimin, por në stërvitje kishte edhe mungesa të mirëfillta me lojtarë të cilët vetëm sot në darkë do i bashkohen grumbullimit. Jan Bendarek, Jakub Kivior dhe Oskar Pietruszewski kanë luajtur vetëm vonë të dielën në darkë me klubin e Portos, ndaj e kishin të pamundur të udhëtonin më herët. Pietruszewski është emri që po presin të gjithë të shohin në fushë të Polonia, pasi ansuri sulmit ka shkëlqyer në këtë sezon me ekipin e Portos, duke fituar dhe ftesën për përfaqësuesen e madhe. Trajneri Polonisë Jan Urban doli në konferencë për shtyp në krah të kapitenit Robert Lewandowski, ku foli për situatën aktuale të kombëtarja e tij në prag të duelit ndaj Shqipërisë, i vlefshëm për play-offin e botrorit. Këtë përballje Urban e vlerësoi si një nga më të rëndësishmet, teksa u shpreh: "Kjo është ndeshja më e rëndësishme për mua, kjo është një sfidë vendimtare për ne, që nga ndeshja e parë në drejtimin tim nuk ka ndodhur asgjë që na bëj të dyshojmë se ekipi është më i bashkuar. Botërori, nuk më pëlqen të kthehem siç ishin gjërat. Në kohën time ishte më e vështirë të arrije finalet. Gjithmonë ndihemi trishtuar që kaq shumë ekipe mund të luajnë në Kupën e Botës ose në kampionatin evropian, dhe jam shumë i lumtur që pata mundësinë të luaja në Kupën e Botës." Shtyllat e ekipit. Shpresat e mia i mbështes te ekipi. Shumica e lojtarëve luajnë për klubet e tyre, kështu që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të ruajmë një ritëm ndeshjeje, po funksionojmë mirë si ekip. Aspekti atletik nuk duket të jetë problem. Gjatë kohës që unë kam qenë trajner nuk ka pasur shumë ndryshime midis lojtarëve. Talenti i 17 vjeçar Pietruszewski që luan te Porto. Është e mundur që ai të luajë në formacionin titullar, por nuk është domosdoshmërisht kështu. Nuk kam asgjë për të fshehur si trajner i ekipit kombëtar. Nëse duhet të flas hapur për vendimet e mia, e bëj. Gjithsesi, nuk mund t'i kënaq të gjithë. Për Berezhinskin dhe Gruzgiçkin. Këta janë lojtarë të këtë cilët mund të mbështetem, ata mund të ndihmojnë në dhomat e zhveshjes me përvojën e tyre, nuk mund ta blesh këtë. Kjo do të jetë gjithmonë e dobishme për lojtarët e rinj, ata e kuptojnë se ky mund të jetë fundi i karrierës së tyre në ekipin kombëtar. Unë mbështetem te eksperjenca e tyre për të ndihmuar në momente të vështira dhe për të bërë pjesën e tyre në dhomat e zhveshjes. Vlerësimi për Shqipërinë. Të luash kundër kësaj skuadre ka qenë gjithmonë e vështirë. Kundërshtarët kanë potencial më të madh se vetë skuadra. Lojtarët që luajnë këtu në vitin 2023 janë zhvilluar. Skuadra është shumë e fortë dhe ne kemi avantazhin e ndeshjes në shtëpi. Në mbrojtje ata janë shumë të fortë. Është e vështirë të krijosh raste kundër tyre. E gjitha kjo vjen në kurrizë të lojës sulmuese. Shpesh është një kompromis. Duhet të merremi me pikat e tyre të forta. Duhet të luajmë një nga ndeshjet tona më të mira për të imposhtur. Le të luajmë më të mirën tonë dhe të fitojmë. Portieri. Mendova se gjërat po ndërlikoheshin për ne. Mendoj se Skorupski do të ishte ai që do të mbronte Portën. Nuk kemi shumë përvojë në ekipin kombëtar tani. Portierët aktual janë ende duke u zhvilluar. Le të shpresojmë se do ta bëjmë siç duhet. Milik. E dim si ishte gjendja e tij shëndetësore, nuk mund të heqim dorë nga lojtarë të tillë, po kemi vështirësi të zgjedhim sulmues. Objektivi. Po e trajtojmë gjithçka si një ndeshje me dy ndeshje, po i monitorojmë të gjithë lojtarët tanë, suedezët dhe ukrainasit. Nuk do të ketë kohë për këtë më vonë. Për momentin po përqendrohemi te Shqipëria. Nuk do të ketë asnjë fjalë për ndonjë kundërshtar të mundshëm. Qëllimi është të kualifikohemi për kampionatin botror. Ne duam të fitojmë, secili ka stilin e vet të funksionimit. Nuk po bëjmë asgjë të veçantë tani për tani. Ajo që kemi bërë deri më tani ka qenë mirë. Nuk do të ndryshojmë gjërat dhe të jemi të pasigurt nëse ato do të bëjnë ndonjë ndryshim. Po ecim përpara, duke ecur përpara. Mendoj se stabiliteti është gjithmonë një gjë e mirë. Idetë e reja nuk janë të këqija, por kërkojnë kohë. Nëse shihni përparim, është në rregull, përfundoi trajneri polonis.